Përshëndetje zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Rama inspektoi punimet e rrugës Shëngjin-Velipoj dhe premton më shumë investime në turizëm. Berisha akuzon qeverinë për gjendjen e shëndetësisë. Apartamentet u shtrenjtuan me 44.5% vitin e kaluar. Banka e Shqipërisë paralajmëron se normat e interesit mund të rriten sërish. Kuvendi i Kosovës dështon për të 6-ën herë radhazi të konstituohet duke thelluar krizën politike. Vendi rrezikon të shkojë në zgjedhje të reja. Ferma VIP vjen sot në Vision Plus pas një jave të ngarkuar me ngjarje dhe debate. Televotimi zbulon kandidatin më të preferuar të publikut. Vjojmë gjërësisht me lajmet. Kryeministri Edi Rama inspektoi punimet e rrugës Shëngjin-Velipoj, e cila do t'jap një zhvillim më të madh turizmit. Shefi i qeverisë tha se zona do të kthehet në një nga më të bukurat në Europë dhe sipas tij turizmi do të jetë në nivelet më elitare. Në atë që cilësohet si një prej investimeve strategjike për turizmin, rrugën që lidh Shëngjinin me Velipojën, kryeministri Edi Rama u ndal për të inspektuar punimet dhe bisedoi me bizneset. Ai theksoi nevojën e krijimit të një infrastrukture që synon turistët elitar, ndërsa e cilësoi zonën si një ndër më të bukurat e Europës, që meriton një zhvillim me standardet më të larta. Janë projekte shumë ambicioze, por që do të tërheqin këtu atë që ne na mungon sot. Do të tërheqin fuqinë e madhe të konsumit nga ana e kategorisë së turistëve që shpenzojnë shumë. Kryesocialisti u ndal edhe tek projektet në zhvillim dhe të tjerat që pritet të nisin, ku zgjodhi të ironizoi ata që akuzojnë se veriun e ka përjashtuar nga investimet. E kam vërtet bezdi kur më thonë ca veriu e lat jugu investonin jug. Po të shikosh çfarë kemi bërë ne investime në gjithë zonën e veriut, atëherë kupton edhe pse ka zhvillim turizmi dhe pse ka zhvillim ekonomia në veri. Për sa i përket projektit të urës që lidh Ulqinin me Velipojën, Rama tha: Nuk kemi pas shumë sintoni me palën malazeze për urën, vonesa, burokratësira etj. Se ankohen ju për vonesa dhe burokracirat këtu. Kryesocialisti u ndal edhe tek informaliteti i Airbnb, teksa tha se janë shumë të përhapura, por shtoi se ende nuk përbën një kërcënim për strukturat hoteliere. Rama në Velipoj inspektoi edhe kantierin e OSHE-s, ku po përmbyllet një investim i domosdoshëm për rritjen e fuqisë energjike të zonës, me ngarkesën më të madhe në sezonin turistik, si dhe në zhvillimin e mëtejshëm me projekte të reja të hotelerisë me 5 yje. Dyfishim të rrogave të mjekëve dhe infermierëve, premtoi kryetari i Partisë Demokratike, nëse qytetarët e rikthejnë në pushtet në 11 maj. Sali Berisha tha se situata në spitalet e vendit është njerëzore, pasi sipas tij të sëmurët po vdesin nga mungesa e ilaçeve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytzoi një takim me studentë mjekësisë për shpjeguar vizionin e tij për kujdesin shëndetësor. Premtimi i parë i Berishës për këtë sektor është dyfishimi i buxhetit e hapja e një fakulteti të dytë mjekësie për të luftuar fenomenin e largimit të bluzave të bardha. Zotohemi të dyfishojmë rrogat për mjek dhe infermierët. Çfarë bëri Hungaria kur ra Covidi? Çoi rrogat e mjekëve të vet të afërta me gjermanët. Se po ikin Gjermani atë. Berisha premtoi një politikë të re në raport me Barnat. Importojmë vetëm ilaçe që shiten në 2 vende anëtare të Bashkimit Evropian, pra që janë të miratuar nga enti evropian i medikamenteve ose enti amerikan i medikamenteve. Në këtë mënyrë ne garantojmë cilësinë e ilaçeve. Kryetari i Partisë Demokratike akuzoi rivalin politik Edi Rama se dështoi të mbajë premtimin për shëndetësi falas. U premtua shëndetësi falas. A e dini ju që Instituti Zyrtar i Statistikave, që kontrollohet nga qeveria, njoftoi një javë më parë se shqiptarët paguajnë në vit 820 milion euro për kujdesin shtetësor nga xhepi i tyre.
820 milion euro. Sipas Berishës, situata në spitale sot është alarmante. Situata në spitale është çnjerëzore, është në terenin e krimeve kundër njerëzimit. Pse është kjo? Sepse të smurët në spitalet tona vdesin nga mungesa e ilaçeve për të mjekuar sëmundjet e tyre të rënda. Gjatë takimit me studentët, Berisha premtoi anullimin e ligjit që detyron ata të cilët përfundojnë fakultetin e mjekësisë të punojnë në Shqipëri për një periudhë të caktuar kohe. Kandidati i Partisë Demokratike Xhelal Mziu dhe nipi i tij janë përfshirë të njëjtë në një incident pas një takimi elektoral në fshatin Ostren të Bulqizës. Ata janë akuzuar për dhunë nga përgjegjësi i ndihmës ekonomike në këtë njësi, Kalosh Mura. Kallëzimi i tij i ka kaluar spak për veprën penale të kanosjes apo dhunimit ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. Sipas policisë, Xhelal Mziu dhe nipi i tij goditën me grusht Kalosh Murën pas takimit elektoral, por drejtues të Partisë Demokratike në zonë thanë për Vision Plus se Kalosh Mura kërcënoi pjesëmarrësit në takim me heqjen e ndihmës ekonomike. Sipas tyre, gjatë debatit, përfaqësues të Partisë Socialiste goditën edhe kryetarin e PD-s në Bulqiz, Shaqir Manjani. Rreth 70.000 zgjedhës në njësinë 10 në kryeqytet dhe në Vorë do të shprehin vullnetin e tyre në 11 maj në mënyrë elektronike. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka nisur punën për të informuar dhe mësuar qytetarëve në këto dy zona përdorimin e pajisjes së votimit. Më datë 11 maj në njësinë bashkiake nëmër 10 në kryeqytet dhe në Vorë do të votohet elektronikisht. Prej datës 24, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur testimin e pajisjes së votimit elektronik. Ato do të qëndrojnë në rrugë për të informuar dhe ndërgjegjësuar qytetarët për mënyrën se si do votohet në 11 maj. Cili është hapi i parë që ne bëjmë? Hapi i parë është zgjedhja e partisë, që në këtë rast ne kemi ekipet e futbollit, për shembull. Dhe do zgjidhet një nga këto. Pra janë ekipet e futbollit në vend të partive, janë 11 ekipe në vend të 11 subjekteve politike. Për shembull, unë po zgjedh Treshin. Mbas zgjedhjes tënde ju duhet konfirmoni votën. Konfirmo. Në këtë rast tani janë në futbollistat, por në ditën e zgjedhjeve do jenë kandidatët politik të partisë që keni zgjedhur. Japim sërish opsionin printo votën. Në këtë moment bëhet konfirmimi i votës që keni zgjedhur. Ju mund ta konfirmoni këtu sepse del gjysmë e printuar. Pra emri kandidatit që unë kam zgjedhur, e konfirmoj nëse është në rregull. E konfirmoni nëse është në rregull dhe keni dy opsione. Në qoftë se është në rregull, përfundoni votimin. Në qoftë se ju doni ta ndryshoni, ke opsionin për të ndryshuar zgjedhjen nëse dëshiron. Fleta printohet, futet brenda në kuti që është e izoluar. Këtu procesi konsiderohet i përfunduar. Me dakorsi të palëve politike, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi që për zgjedhjet e ardhshme parlamentare në territorin e Shqipërisë të votohet në mënyrë elektronike vetëm në 2 zona. Stafi i rekrutuar nga KQZ do të vijojë të informojë qytetarët e 2 zonave përkatëse për të gjithë procedurën e votimit. Në zonën e njësisë 10 do të ketë mundësinë të votojnë rreth 40.000 votues, ndërsa në Vorë janë afro 30.000 votues. Vision Plus mëson se interesimi më i lartë nga qytetarët është nga moshat e treta, për shkak të domosdoshmërisë për të mësuar përdorimin e pajisjes elektronike. Për herë të parë, votimi dhe numërimi elektronik u provua në zgjedhjet e vitit 2021 në njësinë 10 në kryeqytet, po ashtu në vitin 2023 u zgjerua në bashkitë Elbasan, Kamës dhe Vorë. Votimi dhe numërimi elektronik mundsoi rezultate të shpejta nga mbyllja e votimit duke shmangur vonesat apo konfliktet. Tre persona janë plagosur si pasojë e një aksidenti në tunelin e Kalimashit. Përplasja ndodhi rreth orës 10 e çerek të kësaj të premteje. Automjeti që përdoret për mirëmbajtjen e rrugës është përplasur me një tjetër makinë. Të tre personat e plagosur u dërguan në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Viti i kaluar shënoi një rritje të madhe të çmimit të apartamenteve, jo vetëm në kryeqytet, por edhe në zona të tjera të vendit. Ndërkohë, Banka e Shqipërisë paralajmëroi se normat e interesit mund të rriten sërish si pasojë e situatës ndërkombëtare, veçanërisht luftës tregtare. Çmimet e banesave në Shqipëri pësuan një rritje të fortë gjatë vitit 2024 me 44.5% në krahasim me një vit më parë, sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë. Vetëm për Tiranën, kjo rritje ishte 56% më shumë se viti 2023, ndërsa blerja e një shtëpie vijoi të ishte arsyeja kryesore pse individët morën kredi.
Megjithatë, Banka Qendrore thot se aftësia paguese e kredimarrësve është përmirësuar dhe se numri i kredive me probleme ka prekur nivelet më të ulta historike. Se shikojmë ato që quhen rreziqe konvencionale, ne vlerësojmë se ato mbeten të kontrolluara, nuk ka probleme nga ana e likuiditetit, sektori bankar përmbush kërkesat minimale rregullatore të kuadrit mbikëqyrës. Nga ana tjetër, cilësia e kredisë është përmirësuar gjatë periudhës, ajo ka rënë në nivelin 4.2%, që është më i ulti në 15 vitet e fundit. Në ndjekje të zhvillimeve në tregjet e huaja, Banka e Shqipërisë tërheq vëmendjen për pasiguri të shtuara, duke nënvizuar se normat e interesit mund të rriten sërish. Në rast se ai shoqërohet me rritjet pasigurisë, ka shumë mundësi që të ketë rritje të normave të interesit, rritje të presionit inflacioniste, dhe kjo të ndikojnë në termat konsumit dhe të investimeve në përgjithësi, dhe sigurisht që edhe ekonomia jonë mund të preket nga këto ndikime. Tre janë rreziqet globale që mund të cënojnë performancën ekonomike në të ardhmen, sipas bankës. Rënja e ngadaltë e inflacionit, përshkallëzimi i luftës dhe qëndrimet tregtare të administratës së re të SBA-s. 10 fëmijë paraqiten çdo ditë në urgjencën pediatrike në Elbasan. Mjekët thonë se ata janë prekur nga virozat që vijojnë të jenë aktive pavarësisht rritjes së temperaturave. Edhe pse jemi në pranverë, intensiteti i sëmundjeve ngjitse sipas mjekëve mbetet i lartë dhe i krahasueshëm me kulmin e sezonit të dimrit. Rreth 90 fëmijë kërkojnë çdo ditë ndihmë mjekësore në urgjencën e pediatrisë në Elbasan, të prekur nga virozat sezonale. Mjekët raportojnë rritje të ndjeshme të rasteve me simptoma si kolla, temperaturë e lartë dhe dhimbje barku. Kemi fëmijë tani me rinite, me konjunktivite, me laringite, bebat e vegjël me bronkiolite. Por këtë javë, atë që vum re është shtimi i numrit të fëmijëve me probleme të traktit gastrointestinal. Përtej vizitave të shumta ditore është rritur dukshëm edhe numri i shtrimeve. Aktualisht sot kishim 45 fëmijë të shtruar në pavione, por ka ditë që arrin deri në numri i të shtruarve deri në 50. 45 fëmijë po marrin trajtim të specializuar në pavionin e pediatrisë. Specialistët apelojnë për më shumë kujdes dhe konsultim në çdo rast me mjekun e familjes. Kriza politike dhe institucionale duket se po e çon Kosovën drejt zgjedhjeve të reja, edhe pas dështimit të seancës së kësaj të premteje. Lëvizja vetëvendosje nuk tërhiqet nga emri Albulena Axhiut për krye parlamentare. Opozita në anën tjetër mbetet e vendosur për të refuzuar propozimin e partisë së Albin Kurtit. Pas dështimit të seancës 6 radhazi për konstituimin e kuvendit, Kosova mund të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Kjo për shkak të mungesës së vullnetit për të gjetur një zgjidhje për kryetarin e ri të kuvendit. Vetvendosja si parti e parë, edhe pse nuk i ka votat e mjaftueshme, nuk pranon të ndërrojë emrin e Albulena Axhiut. Vetvendosja ka qëndrimin e qartë. Prandaj është e rëndësishme që të zhbllokohet kuvendi. Besoj që qytetarët e Republikës së Kosovës e kanë tepër të rëndësishme që të konstituohet kuvendi dhe të votohet qeveria e re. Nga ana tjetër, opozita ka deklaruar se nuk do ta mbështesë Axhiun në asnjë rrethan. Kjo është pengmarrje e shtetit të Kosovës për tekat e një partije dhe të një njeriu e të një kandidateje. Si kur dëshironin zgjidhje, kam pas mundësi edhe sot, kam pas mundësi edhe partje, kam pas mundësi edhe para 4 ditësh, njëjtën mundësi e kanë edhe pas nesër, që të ndrojnë kandidatin sepse nuk imponohet kandidati kurse ki shumicën parlamentare. Problemi themelor pra është që këta s'kanë shumicë parlamentare, nuk kanë numra, si thuhet, për ta bërë qeverinë. Mimoza Kusari Lila nga vetvendosje tha se kjo situatë nuk mund të vazhdojë përgjithmonë. Është e parapar edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës se 30 ditë pas certifikimit të rezultatit zgjedhor është e parapar që të konstituohet kuvendi. Ai 30 ditë është ditën e diel, me 27 prill. Apo nëse e shohim me ditë kalendarike, një pas një mund të jetë edhe nesër. Do të thotë se marsi ka pasur 31 ditë, prandaj kjo situatë nuk është se mundet të shkoj tërësisht në pafundësi, mund të sjellë në një rrethan krejtësisht tjetër, ku diskutimi i përbashkët me subjektet politike po afrohet gradualisht një datë tjetër e zgjedhjeve. Kandidaturës së kryetarit të kuvendit dhe nën kryetarëve do t'i duhen të paktën 61 vota për të zgjedhur, dhe nëse procesi kryhet të dielën, kjo do t'i hapte rrugë formimit të qeverisë së re.
Ferma VIP vjen sot në ekranin e Vision Plus pas një jave të mbushur plot me ngjarje dhe debate mes konkurrentëve. Këtë mbrëmje televotimi i hapur të hënën do të zbulojë gjithashtu se cili është fermeri më i preferuar i publikut. Se e pashtë ajo jipte hala ma shumë benzin ty që të eskalosh. Një tjetër javë dinamike, plot sfida dhe tension po mbyllet në fermën e VIP-ave. Fermerët janë përballur me sfida që testojnë aftësitë e tyre fizike dhe mendore. Nga kujdesi për kafshët e mbjellja e bimëve, përgatitja e ushqimit për të gjithë grupin janë bërë pjesë e rutinës së përditshme të fermerëve. Por në krye të këtyre punëve këto ditë ka qenë kryefermerja e zgjedhur Alba Pollozhani, e cila me marrjen e titullit ka nisur menjëherë me detyrimet. Do na ndihmosh se çfarë na duhet për të kuzhina lavandaria? Shpesh Alba ka kërkuar bashkëpunim mes konkurrentëve, të cilët duket se nuk e kanë pritur mirë postin e ri të fermeres, duke krijuar shpesh debate për mënyrën e organizimit dhe ndarjes së punëve. Vetëm për sytliash, 3 lup. Ditët kanë qenë të ngarkuara për fermerët tanë. Kryeplak Albano ka njohur fermerët me sfidën e radhës. Që ju do të ndërtoni 2 kasole. Një sfidë shpejtësie dhe shkathësie për të ndërtuar 2 kasole ka vënë konkurrentët përballë njëri tjetrit. Të ndarë në 2 grupe ka nisur menjëherë nga puna dhe sigurisht që përfituesit pati një shpërblim, ndërsa ata që humbën nuk mund të mbeteshin të padënuar. Eran Cojli dhe Frederik Ndoci u deleguan nga Agai për të kujdesur për ushqimin dhe pijet gjatë kohës që pjesa tjetër po punonte për ndërtimin e kasolleve. Grupi fitues do zgjedhë 3 nga grupi humbës që t'i dërgojë te shtëpia e fakirit. Casey, Andueli dhe Big Basta, të cilët sipas një zgjedhjeje unanime nga fermerët e grupit fitues, u ndëshkuan duke u dërguar në shtëpinë e fakirit. Gjatë kësaj jave nuk kanë munguar edhe momentet epike, humori dhe batutat. Një fidan ulliri në fermë i mbjell nga 15 fermerët do të mbetet kujtimi më i bukur i tyre, si dhe një shenjë për fermerët e edicioneve të ardhshme. Televotimi i hapur prej ditës së hënë për të zgjedhur fermerin e preferuar të publikut do të sjellë të tjera dinamika në lojë. Hajdeni pra. Ndërsa sonte në mbrëmje pritet të marrin zë shumë zhvillime që kanë ndodhur gjatë këtyre ditëve. Si do të shkojë raporti i limit me Albën, cilat janë miqësitë dhe grupimet e formuara në fermë. Cila është formula e menduar këtë herë nga Agai për sfidat që do të çojnë në televotim për eliminim një prej konkurrentëve të hënën? Zhvillimet e fundit që kanë shtuar tensionet në ferma VIP 2, por edhe shumë momente të tjera do të diskutohen sonte në mbrëmje, duke nisur nga ora 21 në ekranin e Vision Plus dhe në 2 kanalet të dedikuara të platformës Tring. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.